Njerëz internet sa YouTube sa nuk është shumë e rëndësishme të fokusohem unë, sepse në fokus sot në program kam Xhenin dhe Armandon që bëjnë gjëra shumë të bukura dhe sidomos shumë me vlerë se ato që bëj unë. Kështu që Xheni dhe Armando kanë një organizat, ne ndodhemi në zyrën e tyre. Është vërtet një organizat që emrin e ka New Vision dhe besoj që vizion ka, po këtë do na shpjegojnë më mirë Xheni dhe Armando. Dua në radh parë të më shpjegoni rolet. Armando ti je presidenti, modestisht. modestisht, po. Dhe Xheni? Menaxher promocionet. Shumë mirë. Kush është roli që ndani në këtë organizat? Atëherë, pjesa ime ka të bëjë me të gjithë rrjetet sociale, që do të thotë Facebooku, së fundmi edhe në Instagram. Ne menaxhojmë pak a shumë gjithë ato që New Vision do të transmetojë në këto rrjete. Target grupet që do të tërheqë, gjëra të tilla. Kurse Armando nga pozicioni gjatë shumë i frikshëm, por që në të vërtetë ideja që kur bëm njërin në gjykatë duhet vendosnin posta dhe në këtë rast mua më takoi posti i vështirë presidentit. Më pëlqeu shumë modestia jote në këtë rast. Por që në të vërtetë ne konsiderojmë vetë një familje dhe kështu në këtë rast punojmë si familje. Kjo është pak të synimi. Në fakt ti Xheni më ke kontaktuar mua në Facebook dhe mua më bë shumë qefi. Edhe në ato kohë kur jemi kontaktuar në Facebook, po nuk kisha mundësi, juve ishit duke u marrë me një institut me fëmijë që nuk shikojnë, një iniciativë komplet vullnetare nëse nuk e Po, është një iniciativë që ka gati 3 muaj, 4 muaj që ka nisur. Vullnetarët tanë shkojnë në këtë institut, atje funksionon instituti ka dhe konvikte, domethënë që fëmijët gjithë jetesën e tyre e fokusojnë atje. Ne veçojmë vullnetar çdo ditë javës. Çdo vullnetar ka drejt shkoj 2 herë në javë, por realisht e thyem pak tonë ndonjëherë, sepse ka vullnetar që nuk ndahen dot nga ata fëmijët dhe shkojmë vazhdimisht. Rrin 2 orë, janë orët e mbasdites kryesisht, edhe në këto 2 orë merr gjithë aktivitetet të qefit fëmijëve, sepse kanë bërë ato orët e studimit dhe vullnetarët tanë kanë talente të ndryshme, kanë ca që dinë të kërcejnë, dinë të vizatojnë, dinë të bëjnë gjëra të ndryshme dhe ja kalojnë fëmijëve. Ky është vetëm një institut që ne kemi filluar punën, ka dhe institucione të tjera për të cilat mund të flasë edhe më mirë Armando. Po përgjithsisht unë dua të ndaloj një herë këtu ti marrin pak me radhë. Dhe meqense për këtë kemi folur bashk, e mbyllim bashk, meqense e kemi nisur edhe në Facebook. Ka pëlqyer shumë se iniciativë, po dua të kuptoj ju keni krijuar këtë institutin, është i juaj ky? Jo, ky është institut shtetëror, ne kemi marrë lejen. Fëmijëve që nuk shohin, atje ka fëmijë nga gjithë Shqipëria. Kemi marrë lejen për të funksionuar, sepse numri i punonjësve në këtë institut është shumë i vogël realisht. Po pse Xheni, digjë? Pse? Mbase sepse nuk ka shumë vende të lira pune, gjëra të tilla nuk Nuk ka fonde më shqip fare. Nuk ka fonde. Nëse e di shteti këtë punë nuk e dini ju. S'është thënë të kesh patjetër një përgjigje ti. Ideja ka disa probleme. Këto institute janë shumë të izoluara dhe në fakt është për të ardhur keq, por janë edhe pak si shumë të lëndë bastore, sepse vazhdojnë me program të vitit 90, nuk kanë pasur një rishikim të programit. Programi i tyre është më i vështirë si programi çdo fëmijë tjetër që është në shkollat normale, ata kanë 7 orë mësimi, mendosh. Kanë më shumë orë mësimi në javë se çdo fëmijë tjetër. Në kundërta, në përgjithë Europën këto fëmijë kanë problema, kanë orë më të lehta, kanë programe më të lehta, kanë programe argëtuese. Dhe që ne po mundohemi të bëjmë të këtë institut është t'i fusim elemente argëtues dhe t'i bëjmë këtë institut pak më të hapura që këta fëmijë të kenë mundësi të takohen pak me botën reale, mos t'jenë thjesht mbyllur brenda atyre mureve. Por shkosh te instituti është shumë interesante. Kanë mure diku te 2 metra e gjysmë, por sipër mure ka një gardh telash që është si mburg, dhe aty po nuk patë një leje, nuk hyn dot. Imagjino vetë çfarë tipi zonë po flas. Armando, po është përshtypja ime apo këtu në Shqipëri sikur dënohen në thonjza më shumë njerëz që mund të kenë probleme të ndryshme shëndetësore, në këtë rast që nuk shikojnë ose sikur dënohen nga shoqëria më shumë se në vende të tjera. Unë dëgjoj për shembull në mediat e huaja shpesh raste të njerëzve që mund të kenë një problem X shëndetësor ose një handicap të cilit do lloj, e megjithatë, për shembull, mund t'i bien pianos shumë mirë, kanë talente të ndryshme. Nuk besoj që në Shqipëri këta njerëz talentet nuk i kanë. Besoj që mungon pikërisht kjo që po bëni juve, që nuk ndikojnë për ti
ka një Që po e bëni ju tani? Ka një pjesë unë besoj që nuk është pjesë që unë besoj që shqiptari i shmang, thjesht nuk i kushton vëmendje këtyre shtrejsave. Në përgjithësi, në të gjitha politikat nuk i kushtohet vëmendje. Aty tek institut ka disa goca që i bin shumë mirë pianos. Piano thash unë ja futa kohë, por një shembull Shumë mirë. Domethënë, ne shkojmë aty dhe dëgjojmë disa, shpesh shkojmë vetëm për të dëgjuar muzikë nga ato, sepse është shumë kënaqësi dëgjosh muzikë nga ato. Por këto institute lehen si bazadore, nuk kushtohet vëmendje, nuk interesohen për to. Janë se si të izoluara. Shumica e njerëzve që jetojnë në Tiranë kanë për ditë me treseja dhe nuk e dinë që me treseja janë dy institute të tilla, një që nuk shikon, një për fëmijët që nuk dëgjojnë. Shumica nuk e dinë fare. Këto institute nuk janë të hapura, edhe vetë politika e institutit nuk janë të hapura. Ja, Shqipëria është normale që për një fëmijë të tillë të paktën 3 ose 4 individ tjerë që janë vullnetarë, jo vetëm 3, po janë të grup moshave të ndryshëm, që rrinë me këta fëmijë dhe mundon t'i kushtojnë pak kohë këtyre fëmijëve, dhe kështu krijohen programe të veçanta. Në Shqipëri nuk ka asnjë gjë të tillë. Që shkosh aty në institut, duhet shkosh te Ministria e Arsimit dhe Sportit, morësh një leje, pastaj shko te drejtoria e institutit, shpresosh që ata ta aprovojnë lejen. Ne kemi fatin që drejtorët e dy instituteve janë shumë të hapur për momentin, por që në vitet e kaluara ka pas problematika të tilla që këto drejtorë kanë qenë shumë të izoluar dhe nuk lejon askët hyn të brenda. Dhe këto institute pastaj vetëm dalin ku kanë një rast skandal, sepse nuk dalin nëpër media, nuk tërheqin imazhin. Kjo është problemi besoj. Edhe besoj që ju po punoni në lidhje me këtë. Po sigurisht, jemi munduar që jo vetëm t'i hapim këto institute, por për shembull po lobojmë me zyrën e Europës, Tiranës, informuesit e Europës, taskon të bëjmë aktivitete që këto institute të marrin vesh edhe për programet e Bashkimit Evropian për shkëmbime, për informacione të ndryshme, që këto institute të kenë mundësi dalin nga etagri izoluar që kanë dhe të ketë një përfshirje sa më gjerë në disa aktivitete të tilla. Armando, nga jemi origjinë ti? Unë nga Puka. Thoshte shlidhje ka, nuk the marrim, the morim, këto janë gjëra që ndodhin, dialektet, unë i pëlqej dialektet. Nuk është e thënë domosdoshmërisht, nuk ka problem, por nuk është e thënë domosdoshmërisht që njeriu duhet të flasë gjuhë letrare. Ai që punon në një media duhet të flasë gjuhë letrare. Po një njerëz që i thjesht ka dialektin e tij dhe është shumë okay, më pëlqen. Këtë desha të thosha. Doja të përfitoja nga ty që ta thosha këtë. Jo, në fakt unë bëj pjesë të një grup, besoj se ka një grup i cili deri në një farë moshë ka menduar që ka shumë vlerë të flasësh në dialekt, edhe është. Se pranon shoqëria këtu kënë. Në fakt është vlerë. Të flasësh dhe të ruash disa elemente, dhe vërtet jam munduar të ruaj disa elemente, edhe pse tani në lidhje me punën duhet të ndryshoj dhe të jem sa më letrazh sepse mos të jetë pjesa. Ja të ndodh kështu që vin gazetar si puna ime dhe duhet dalësh në ekran. Mirë. Ta thon publik po. Mirë, nëse ja, po nuk ka asgjë. Ndonjëherë ne shqiptarët kemi tendencën të dënojmë ca gjëra që nuk kanë pse të jenë të dënueshme, dhe ca gjëra të mëdha që vërtet janë për të dënuar, ne i kalojmë si gjëra shumë normale. Po kjo është shoqëria ku jetojmë, ne kemi ç'bëjmë. Unë jap kontributin tim me sa mundem që ta ndryshoj këtë shoqëri, pastaj çdo njeri jep kontributin siç po bëni dhe juve. Më pëlqen shumë fakti që kjo iniciativë është tek fëmijët, po në fakt është sidomos tek të rinjt. Dhe në fakt unë pjesën më të madhe të atyre që më ndjekin e kam të rinj dhe tani unë dua që të përfitoj nga rasti. Do doja ta nisja nga vullnetarët. Janë të rinj vullnetarët. Kështu që unë kam dëshirë që ju të përfitoni meqense jemi akoma tek pjesa e këtyre fëmijëve që nuk shohin dhe që ju jepni kontributin tuaj për t'i ndihmuar që ata të argëtohen, nëse keni nevojë për të rinj të tjerë vullnetar, përfitoni nga kamera ime. Atëherë ta marrë në dorë këtë situatën. Kjo është pjesa ime preferuar për të bërë promocionin. Atëherë, neve kemi disa normalisht kemi gjithkohës nevojë që të vinë vullnetar të rinj. Fryma e re, sa më shumë njerëz të rinj të vinë, është më shumë ndihet. Mund të bëni vullnetar në New Vision shumë thjesht. Mjafton të klikoni në Facebook. Ne përdorim Facebookun shumë për arsye se të rinjt aty i gjen. Absolutisht. Te faqja e Facebookut New Vision, keni një link që të dërgon ty te një formular dhe i cili mund ta plotësosh fare thjesht, janë thjesht dhënat e vullnetarit që dëshiron të vi dhe ruhen në database. Për të bërë vullnetar ke instituti specifikisht, kontaktohesh nga drejtori jon ekzekutiv, i cili do të ftojë te zyra dhe do të thotë ditët e tua për të ardhur ke instituti. Unë e siguroj gjithë ata që do vinë një herë që nëse vjen, nuk largohesh më nga New Vision, kjo më ka ndodhur mua.
Por realisht kjo është vetëm një mundësi. Instituti është vetëm një mundësi. Ne kemi shumë aktivitete të tjera, siç ta thash edhe shpar. Ka shumë mundësi për të rinjt. Ka shumë të rinj që siç e kalojnë atë kohën në Facebook, e kalojnë gjëra të tjera, jo dalim, jo kafe. Në për kafenera. Po, ajo është kryesorja. Në për pube dhe flen gjithë ditën. Pikërisht. Dhe gdhin gjithë natën. Jo, unë i luaj fen për vete, po i bëjmë dhe punët e tjera. Pikërisht. Kalon shumë bukur New Vision. Krijon shumë mundësira për veta, ndihmon të tjerët. Do në realisht na jep shumë kënaqësi fakti që ndihmojmë ata fëmijët. Bile ne kemi vullnetarë që shkojnë aty ke instituti dhe fëmijët janë lidhur aq shumë me ta, se i kontaktojmë vazhdimisht në telefon, ose ne ishim në një ekskursion sepse New Vision për vullnetarët bën dhe ekskursione, bëjmë gjëra të tilla, edhe fëmijët na telefonon, po juve pse nuk erdhët sot, ne po ju prisim. Do krijon lidhje me fëmijët. Nuk është se ne vetëm i mësojmë ata, edhe ata na mësojnë shumë gjëra, ne na mësojnë domethënë atë dashurinë e pastër të fëmijëve. Ne kemi filluar të luajmë atje, unë kisha harruar të luaja me kuklla. Dhe këto janë mundësitë që të ofron New Vision. Për shumë lehtë të thash që të vish kene, mjafton të kesh dëshirën e mirë. Mirë. Kjo ishte mënyra se si. Tani unë dua të më shpjegoni të gjitha iniciativat që ndërmerr kjo organizata juaj me këtë vizionin e ri që e ka emrin New Vision. Sepse sa jurat e dera pashta kapaçka. Kapaçka është një mënyrë të thënit shumë kisha kohë që se përdorja asun, nëse tapat, domethënë, tapat e shisheve, tapa plastike të shisheve. Tani më shpjegoni pak cilat janë iniciativat e tjera që bëni dhe të shqyrtojmë si mund të ndihmojnë njerëzit ju në lidhje me secilën iniciativë. Ne kemi zgjedhur një format për të mbledhur gjëra që mund të hyjnë punë njerëzve, por gjëra që në vërtet njerëzit nuk i përdorin. Domethënë tipet disa nga iniciativat tona lidhen me ato pjesë që secili nga ne i kanë shtëpiat e vet apo thjesht nuk i përdorin. Mbledhja tapa është vetëm një nga ato. Cila është skuadër një projekti Albania Cap Project, e cili është një projekt i cili synon të mbledh tapa për të ricikluar dhe pastaj për të blerë karrike me rrota për njerëz me aftësi të kufizuar në ecje. Ka dhe projekte tjera, për shembull kemi një projekt që është në vazhdimsi. Është lodhen që nuk e përdor më, dhurohet për fëmijët që kanë nevojë për të. Secili nga moshatarët tan ka diçka, një lodër, diçka në shtëpi që nuk e përdor më dhe ka ngelur thjesht në një cep aty. Dhe ne mundohemi që këto ti mbledhin. E kuptoj, po tani ti përfiton nga ky moment. Aty të duhet lodra në këtë moment. Përfiton nga kamera ime. Si do e kërkosh lodrën? Si të vinë njerëzit, ku të vinë, si ta sjellin? Përmes faqes Facebook, përmes adresës tonë të emailit, newvision.organization. Ne ka nga ato që se përdorin internetin fare, zëm dhe shohin vetëm programin tim, zëm. 69 47 124. Do me thënë edhe një herë. Kemi vullnetar 069 124 që ta kuptojnë mirë. Tosh në atë dhe ne kemi vullnetar aktiv të cilët kujdesen vetëm për këtë pjesën. Kalojnë nëpër pjesë të qytet dhe mbledhin lodra të çdo kujt i cili ka dëshirë të dhurojë. Këto lodra shkojnë për institute, jo vetëm për këtë që po flisin, por për të gjitha institutet e fëmijëve në Shqipëri, sepse këto institute janë shumë të vakta në ngjyra për fëmijët. Dhe ne besojmë që ka shumë nevojë që këtyre instituteve të përmirësohen, dhomat e tyre të lojës, si fëmijët ta kenë sa më shumë ngjyra ditën e tyre. Prandaj kjo është një nga metodat. Përdorim shpesh metoda të tjera, kemi ndihmuar për shembull tek dyja që ndodhen për mbytyje Bregu i Lumit, duke dërguar vullnetarë që pastrojnë në ambientet, gjithashtu duke mbledhur dhe rroba që mund të shërbejnë natyre për momentin për të përmirësuar rrobat e tyre, po më del fjalia tani ose sot i mund. Ska gjë ndodh. Bukur. O Gjeni. Se jo, e disha vërre që Armando ka edhe aftësinë për të shkuar me vrap kur. Armando është vetëm presidenti, është kështu i shpejt, maratonomak për çdo gjë. Kur kemi neve, se ne mbështesim të organizata të tjera edhe kur kemi protesta kështu, gjëra, marshime paqësore, Armando është i pare, edhe për t'i bërë njerëzit, edhe për t'i mbledhur bashkë. E kemi të shpejt. Është i shpejt, shumë mirë. Edhe bën shumë mirë. Mirë, tani ti Avashta që merresh me këto pjesë delikate. Ne do filmojmë faqen e Facebookut që njerëzit ta shikojnë se ku mund t'ju gjejnë. Dhe ecën fare, domethënë ecën goxha mirë faqja, edhe për këtë unë realisht jam shumë e lumtur. Kemi afro 10.000 fans aty, edhe janë gjithë. Shumë mirë, kjo është shifrën flaks dhe janë 9.670 ca. Po mirë, 10.000 thuaj, se si të vjen kështu kur e thua. Jam shumë kënaqur për këtë pjesë, ne të dy kemi punuar shumë. Sepse ke punuar, kështu që është logjikshme. Mirë, tani dua të ndaloj pak tek të rinjt fort. Dua të kuptoj sepse me qenë se rinia
është e ardhmja e këtij vendi, por e kemi me një mal me probleme rinin në Shqipëri, dua të kuptoj çfarë bëni ju me këta të rinj. Atëherë, neve deri tani kemi punuar goxha, edhe ato që kemi bërë ne i pastrojmë kudo. Përgjithsisht Mirë, po tani në ekran nuk i ka parë njeri, ka shumë nga ata që ndjekin emisionin dhe nuk dinë asgjë. Atëherë, përgjithsisht New Vision është organizatë të rinjsh edhe punon vetëm me ta. Të rinjt që vinë te ne kanë goxha mundësi dhe le ta nisim nga ideja që të rinjt që vinë në New Vision kanë të drejtë që të bëjnë kurse falas. Janë hapur call center-at. Kurse falas? Po. Për çfarë? Atëherë, për 3 gjuhë huaja fillimisht dhe këto të treja ne kemi të miratura, por me kalimin e kohës do na. Anglisht? Anglisht, italisht, edhe gjermanisht. Po çfarë kriteri duhet të kenë këta të rinj? Mua për shembull më pranoni juve që të vi dhe të bëj? Me gjithë dëshirë. Domethënë mjafton ti të kesh dëshirë. Jo, pse e pranon? Duhet të jesh vullnetare. Po prit Pra, shikon, këtë desha të thosh, është e pamundur. duhet të jesh vullnetare në database-in tonë. Duhet të kesh bërë vetëm një aktivitet minimum. Okej, kjo është shumë e rëndësishme dhe dua të ndaloj këtu, sepse në kushtet që ka Shqipëria, të bërit të vullnetarit është një gjë shumë e bukur, por nuk kemi neve kushtet ekonomike kaq të larta sa të flasim për, domethënë shumë njerëz mund të kenë dëshirë të merren me vullnetarizëm, vërtet nuk punojnë, po dhe nuk kanë para. Nuk janë si bota që nuk punojnë, po parati kanë dhe nuk e kanë problem. Kështu që ne duhet ta sqarojmë këtë pjesën që njerëz të cilët vinë dhe janë vullnetarë këtu, janë njerëz që mund të jenë në vështirësi të ndryshme sociale në jetën e tyre, por vinë këtu dhe përveç vullnetarit shpërblehen me gjëra. Janë këto kurset që paktën duhet të jesh vullnetar në New Vision, gjë që është normale dhe unë e thash në mënyrë të nënkuptuar. Janë kurset, është këshillimi për maturantët, këshillimi për karrierën, duke qenë se ne na vjen dhe shumë maturant, edhe përgjithsisht njerëzit në Shqipëri bëjnë zgjedhje të gabuara kur vjen momenti i shkollës, dhe zgjedhin një shkollë thjesht të shtyrë nga prindrit ose nga arsye të Patjetër juridik, ekonomik, këto janë. Ne synojmë që t'i këshillojmë pak a shumë për këto. Kemi këshillime psikologjik, sepse ne kemi një psikologe që punon pranë organizatës tonë, kemi këshillimin juridik. Gjithashtu, nuk është se bëjmë vetëm këto, ne bëjmë shkëmbime të ndryshme kulturore, shkëmbime jashtë vendit edhe brenda vendit. Kemi është si të promovosh kulturat. E kuptoj. Kjo është një organizatë që ka dhe një filial të huaj, pra ju mbështeteni nga diku. Se duhet jetë vështirë për ndryshe. Ne nuk funksionojmë me donator, deri tani nuk kemi funksionuar me donator. Megjithatë jemi të hapur ndaj donatorëve, nuk themi kur jo. Po është logjik. Por normalisht ka dhe specifikat e veta dhe zgjedhje që ne jo vetëm të na zgjedhin donatorët, po edhe ne duhet të shikojmë se kush do jetë donator janë. Kemi bërë një shkëmbim kemi bërë një shkëmbim në Prishtinë me një organizatë atje. Kemi bërë një marrëveshje me ta dhe shkëmbimi i parë ka shkuar shumë mirë, ne do t'i mirëpresim së shpejti ata në Shqipëri dhe pritet hapja e një zyre në Bruxelles. Kjo është shumë e rëndësishme dhe është eksplozive, sepse ne ende nuk e kemi thënë. Po kjo na bën shumë të lumtur sepse është hap shumë i rëndësishëm për një organizatë shqiptare që të ketë një filial komplet vete në Bruxelles, që është një vend që normalisht krijon lidhje me Bashkimin Evropian, me Këshillin Evropian dhe gjëra të tilla. Këto janë pak a shumë synimet e të ardhmes. Këto exchange-et jashtë vendi, internship-et, janë gjëra që të paktën një pjesë të rinjve shqiptar kanë shumë nevojë për to, për ta shtuar në CV siç përdoret rëndomt, po realisht e goxha të vlefshme, sepse jo vetëm mëson nga kultura, po edhe mëson të jesh më orator, ti mëson të jesh më social, mëson gjëra që thjesht të funksionosh brenda mjedisit ku jetojmë ne nuk t'i jep, Shqipëria nuk t'i jep këto gjëra, dhe ne i mundsojmë të rinjve këto. Normalisht ka dhe kritere zgjedhje për zgjedhje, po mjafton të vini një herë ke New Vision, të jeni vullnetar aty, të bëni ca aktivitet. Dgjoj, çunat një herë mjaft që pan sytë e tua do vinë të gjithë. Okej, le të shpresojmë. Kjo është jo vetëm për sa. Po shiko, gjithmonë bëhet sebeb diçka, kështu që ti mos u mërzit fare. Le ta përdorim atë. Tani jemi drejt përfundimit të intervistës, dua te kjo çështja se dua të ndaloj patjetër çik te kjo çështja e këtyre të rinjve që juve i këshilloni që jo patjetër duhet bësh juridikun, nëse ti ditë pikturosh bukur dhe s'ke fituar ku e di unë në Akademinë e Arteve. Është shumë arkitekturës. Sepse vërtet si i orientoni ju këta dhe unë do doja që meqense jeni këtu të përfitoni pak nga kamera ime dhe t'ia thoni atyre që akoma nuk kanë ardhur se çfarë duhet të bëjnë. Cilat janë format?
Po ka disa forma. Për shembull, diçka shumë e rëndësishme është që një maturant nuk jepet mundësia që të provojë gjëra. Domethënë ti vetë të di se çfarë merret. Ai thjesht i jepet një informacion bazik, janë këto 3-4 universitete, zgjidh kush është më i mirë me aty, i jep një renditje me pikë dhe ai thotë okay. Mirë, si funksionon e di çfarë duhet bëjnë, si këshilloni ju ndryshe, çfarë bën organizata juaj? Ne zakonisht kemi një program i cili shkon në kuadër programit Bashkimit Evropian, të cilët i përfshin këto maturantë në disa punë ndryshme dhe në këto punë ata marrin vesh se çfarë vërtet pëlqen të bëjnë. Pastaj bëjmë një specifikim bërdegë, domethënë duke dhënë një informacion më të saktë se çfarë janë degët, nuk janë vetëm 5 degë aty, po janë 40 sa, dhe cilin mund t'i zgjedhësh, si mund t'i kombinosh. Plus i mëzyrën e Erasmus Plus në Tiranë ne kemi bashkëpunim dhe po mundohemi që të sa më shumë të ri maturant promovojmë këtë idenë që ata mund të vazhdojnë studimet edhe jashtë. Po një që nuk është i aftë të kryej studimet, për shembull se nuk është i mirë në shkollë. Puna e kurseve që tash ka shumë call centre në Shqipëri, ne të japim mundësinë ty të mësosh një gjuhë huaj dhe ti mund të fillosh punë. Nuk është e thënë, domethënë, ju gjithmonë gjërat që ne duam të bëjnë lidhen me një universitet. Nëse ti e ke me pasion, sado të mundosh të bësh një gjë tjetër, nuk e për ta bërë kurrë ashtu siç duhet, do bësh vetëm do jesh dikush mediokër, le ta themi. Ne t'japim të mundësinë e kurseve. Po të marr një shembull sakt. Ka 3 që kanë qef të shkruajnë. Çfarë bëjmë ne? Kemi mbledhur një grup të tyre dhe kemi vendosur të bëjmë një libër me shkrimet e tyre më të mira. Thjesht librin, ja ku është një, për shembull, ky është i dyti, ky është edhe i pari këtu, 2 vite rresht, dhe këto i promovojmë. Mundohemi që gjithë grupin e vullnetarëve, institutet ku ne shkojmë, dhe çdo vend ku ne shkojmë ta promovojmë këtë libër. Si këtu kemi bërë shumë projekte të tjera, për shembull kemi bërë ekspozita. Aty ka për shembull poezi, ë? Po, janë 3 pak a shumë një grup moshën ka 15 deri në 22-3 vjeç, të cilët kanë poezi, ka proza. Po, dhe proza, besoj. Pse e keni vënë emrin pikërisht Hapa? Po pra, kjo është nga që këto janë hapat për ti. Jo, është zgjedhja e tyre, për shembull, libri i parë kanë në nëntor. Dhe ne shkrimtarët që kanë konkurruar pjesë e librit, janë mbledhur bashkë dhe kanë vendosur çfarë titulli don ti vendosin librit, kopertinën që don ti vendosin librit. Po ata janë disa për shembull. Bien dakord zakonisht, mundohemi që të gjejmë një dakordsi mes tyre dhe pas. Si e vështirë është bësh disa mendje bashkë. Po gjithsesi. Dhe përmes kësaj ka dhënë grupi, ju ka dhënë mundësia që një grup trish që besojnë që kanë pëlqen shkruajnë të mblidhen bashkë dhe kështu të mundohen të promovojnë shkrimet e tyre. Ka shkruar një far networku me trish shkruajnë. Kështu kemi bërë për shembull për pikturën, kemi hapur një ekspozitë me trish që pikturojnë. Sipër është një nga pikturat që është pjesë e ekspozitës së parë. Kjo është shumë e bukur. Djali madje sot merret me pikturë, po ka ikur në Amerikë me këtë pjesë dhe vazhdo atje karrierën e tij për pikturë. Sa mirë, shumë bukur. Ky është as sukses. Do të thotë që jeni dhe efikas juve, konkret. Konkretisht jeni efikas. Ka disa grupe që besoj që kemi vlerë. Ka pasur për shembull ne shmojmë shpesh për gjykim juridik. Ne jemi munduar që vitet e kaluara të mbledhen një grup nga studentët më të mirë të juridikut dhe ata të punojmë bashkë edhe për organizatat, po edhe për pjesën që përmirësojnë karrierën e tyre. Madje sot 2-3 nga ata kanë ikur në Turqi dhe punojnë në Turqi pranë ambasadës shqiptare atje. Mirë, mjaft që të marr. Mirë, mora vesh, okay, bravo, ju qoftë, jeni shumë të mirë. Unë erdha t'ju takoj këtu tek organizata sepse unë desha të përfitoja nga kjo periudhë që sikur na bën çik më të mirë të gjithëve, që është periudha festave, dhe nuk doja të tregoja në programin tim anën pompoze, sa bukur, vit i ri dhe Krishtlindja dhe ushqimi etj. Doja që me programin tim të isha efikase dhe kur ti gjeni më shkruajtë, unë nuk naqa shumë, kështu që unë dua që të përfitoni dhe ju nga ky moment dhe kjo atmosferë e festave, të lëshoni mesazhin tuaj për të gjithë ata që janë duke ju ndjekur. Çfarë duhet të bëjnë për ta përmirësuar këtë vend që e ka emrin Shqipëri dhe që e duam shumë të gjithë? Ideja është që, nuk është se kemi gjithë kohën e dur për të qenë vullnetar gjithë kohës, normalisht ne nuk e pretendojmë një gjë të tillë, po unë kam vënë re që vetëm tani kur janë festat e fund vitit të gjithë bëhen më të mirë, siç the ti. Unë do doja që shumë pak nga kjo mirësia e festave të na zgjaste gjithë vitin. Kurseni 2-3 orë nga java juaj, dhe hajdeni jo vetëm pranë organizatës tonë. Kjo është e rëndësishme sepse ne kemi gjëra shumë për të bërë etj, po ideja është që qoftë edhe kur shikon njerëz rrugës, edhe nëse dikush ka nevojë për ty, jep pak nga vetja, jep pak dashuri. Ne këtë duam të transmetojmë tani në këtë moment, domethënë. Armando e tha që jemi një familje e madhe dhe ajo gjëja që neve transmetojmë ke njëri tjetri është që unë jam këtu për ty, do jem gjithmonë edhe kam shumë dashuri për të dhënë.
Besoj që mesazhi që duhet të transmetojmë këtë rast është që, okay, ju mund ta ndryshoni jetën tuaj për mirë duke bërë vullnetar. Nuk është që ju thjesht do ndihmoni ata fëmijë ose do ndihmoni dikë tjetër që ka nevojë se varet ku shkoni, por do përmirësoni edhe vetë, do jepni vetes një aspekt social, do jeni më të komunikueshëm, do kuptoni më mirë se çfarë vlen jetën tuaj, do keni mundësi të njihni më shumë njerëz, të mësoni më shumë jetën tuaj dhe do bëhet shumë më bukur se ajo kafja mas ditës që e shkoni për ditë. Do bëhet shumë më interesante jeta juaj. Kam përshtypjen që këto mesazhe ishin më të bukura se sa çfarë do lloj pyetje tjetër që unë t'i bëja kësaj interviste dhe them ta mbyllim këtu, jeni dakord? Po, dhe po mbi të gjitha, unë realisht duhet bëj një falënderim që erdhe edhe na kushtove këtë emision, sepse për ne është goxha e rëndësishme që të tërheqim njerëz që e bëjmë punën me pasion dhe mua realisht më duket jam shumë e sigurt që ti e bën këtë gjë, e kam parë për ditë, kështu që faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve.